Më në fund, zoti Rama po e kompleton kabinetin e tij, ndërkohë që kjo pjesa tjetër, fjalë për koalicionin me PDK-n, mendojmë që është një zyrtarizim i asaj çfarë është ditur tashmë, sepse PDK dhe LDK kanë qenë bashkë në Prishtinë qysh nga koha e balotazhit të 7 nëntorit. Kishte një dakordans të plot në mes të tyre edhe në Asamblenë Komunale në këto 5 muajt e parë të këtij mandati. Pa sa jonin ato pozit PDK-ja që provonin të thonë? Jo. Prej momentit, prej ditës parë konstituimit të Kuvendit Komunal, prej kur ka ardhur propozimi për zgjedhjen e kryesuesit që ka ardhur prej PDK-s dhe është votuar prej LDK-s, gjithmonë ka pas një dakordancë të plot në mes të propozimeve dhe votimeve që ndodhin në Kuvendin Komunal. Prandaj për neve si lëvizje vetëvendosje nuk është fare befasi zyrtarizimi i këtij koalicioni. Ajo çfarë është rast dhe për cilin është diskutuar sot më tepër, ka të bëjë me faktin se po bëhen bashk dy subjekte politike të cilat gjatë fushatës zgjedhore dhe jo vetëm, sidomos gjatë vitit fundit mandatit zoti Rama, kanë pasur shpesh herë përplasje të thella, duke akuzuar njëra tjetrën për çdo gjë, duke filluar nga bllokimi i qytetit deri te keqçeverisja, qoftë financiare, qoftë menaxheriale, por që gjitha këto u harruan për një moment dhe përsëri u bën bashk. Po e përsëris, për neve bashkë kanë qenë gjithmonë dhe pak është e rëndësishme se këta drejtorë të cilët po emërohen, a janë të PDK-s apo të LDK-s, produktin e tyre ne e masim me punën të cilën e tregojnë në shërbim qytetit. Fatkeqësisht praktikat e kanë dëshmuar edhe në mandatin e kaluar që ky produkt është i pavrejtshëm. Pra ju sini as pak i befasuar? Jo, as pak i befasuar, në kohë gjatë ne kemi ditur, bile kemi ditur edhe shumicën e emrave të cilët do të emërohen. Në një farë mënyrë kjo ka qenë e pranuar edhe prej asamblezëve të PDK-s që janë në Kuvendin Komunal. Në mënyrë jo formale? Po, patjetër, në mënyrë jo formale, po vetë fakti se vazhdimisht është... Çfarë ju kanë thënë ata? Që do të bëjmë koalicion së shpejti, që ju e dinit këtë? E kemi ditur prej 7 nëntorit, prej momentit kur përparim Rama, për herë të dytë u zgjodh kryetari i Prishtinës me votat e PDK-s. E kemi thënë dhe po e përsërisim prapë. Pa Urano Ismailin, Prishtina nuk do ta kishte kryetar përparim Ramën, as në vitin 2021, as tani. Prandaj kjo ishte vetëm çështje kohe se kur do të zyrtarizohej ky koalicion. Vlerësojmë se kohën e kanë shtyrë deri më tani pikërisht për shkak të reagimit të opinionit. Sepse dihet mirëfilli që një koalicion i tillë, edhe pse është pothuajse koalicion i përhershëm, nuk është se pritet më së miri në kryeqytet. Mirë, por nga aspekti strategjik nuk duket fort e mençur që të bëhet një muaj e 2 ditë para zgjedhjeve qendrore. Pra, a mund ta shpjegoni çfarë menduat kur sa? Mendoj se tashmë, e sidomos kohët e fundit, ka pas një rritje të presionit publik në drejtim të zotit Rama për kompletimin e kabinetit të tij. Kjo për faktin se... Mund ta shtyjnë edhe një muaj, e shtyu për kaq shumë muaj, zoti Sveshla. Po, rritet presioni qoftë brenda kabinetit, rritet presioni për emërimin e aksionarëve në ndërmarrje publike. Kishim ndërmarrje publike që nuk ishin fare aksionar, pastaj ndërmarrje me borde të skaduara, dhe këto ndërmarrje, siç e dim, gjithë janë në gjendje shumë të vështirë, dhe çdo shtyrje unë vlerësoj se do të ndikonte edhe më tepër në përkeçimin e kësaj situate. Ajo çfarë është befasi është jo e befasi për neve, po çka është e çuditshme në raport me këto zhvillime është, unë se di pse po jo vjen marrë aty që janë bërë bashkë. Marrëveshjen kuptimin e përparim Ramës me LDK-n, sepse ne vlerësojmë që është e pamundur që përparim Rama i vetëm ta ketë arritur marrëveshjen me PDK-n, ashtu siç po pretendon zoti Abdi Gjiku, dhe ne jemi të bindur që Lidha Demokratike e Kosovës është pjesë e kësaj marrëveshje dhe se për qëllime elektorale të zgjedhjeve të përgjithshme të cilat mbahen në muajin qershor, kjo tani po mohohet. Tha do të flas pas zgjedhjeve. A i bie kjo që po tenton ta relativizoj të mos merret me këtë çështje për po s'marr kosto politike apo është shumë e qartë që po mundohet ta relativizoj çështjen e koalicionit me PDK në Prishtinë. Për këtë arsye pastaj doli edhe masdite sot çështja e Vjosa Osmanit në LDK, në farë mënyrë që tërheqet vëmendja nga ngjarjet e paraditës, konkretisht nga koalicioni LDK-PDK. Prandaj gjitha këto na bëjnë
Mendojmë që ka një marrëveshje të përgjithshme mes Lumir Abdixhikut, përparim Ramës dhe PDK-s për koalicion në Prishtinë, ndërkohë që kjo mohimi i koalicionit nga LDK-ja bëhet për qëllime elektorale dhe praktike ka tregu edhe në mandatin e kaluar, ka pas qarje në mes të zotit Abdixhikut dhe zotit Rama, por prap janë bërë bashk, prap e kanë kandiduar zotin Rama edhe për një mandat, dhe unë jam shumë i bindur që po sa të përfundojnë zgjedhjet e qershorit, do të kthehet qetësia në raportin LDK përparim Rama. Por tash ka një shumicë solide nëse është kështu 15 asamblejes LDK-ja, 12 i ka PDK-ja, po jo, edhe AKN e ka. Edhe AKN lidhja për Prishtinën. Lidhja për Prishtinën, pra praktikisht ka një shumicë ku merr vendime pothuajse për secilë çështje. Po, është e vërtetë. Dhe si do ndikoj kjo në qeverisje? Është shumë e vërtetë që aktualisht koalicioni i qeverisjes ka shumë numra në kuvendin komunal dhe se e ka fare të lehtë që të merr vendime. Bile mund t'i ketë edhe 2 të treta që mund t'a ndryshojë edhe statutin e komunës. Në qeverisje nuk ndikon mirë për shkak se vazhdimisht ka një hezitim të asamblezëve që janë në pushtet që të ngrisin shqetësime dhe të ngrisin çështje për cilat do duhej realisht të jepte përgjegjësi ekzekutivi. Mirë, po për këtë çështje jemi ne aty të lëvizjes vetëvendosje dhe pavarësisht që jemi vetëm 12 plus një nga partia Guxho që bëjnë 13, nuk do të hezitojmë në asnjë moment që çështjet të cilat kanë të bëjnë me Prishtinën, që kanë të bëjnë me qytetarët, t'i ngrisim si tema, si kauza në asamblenë. Patjetër, kjo është detyrë juaja, por çfarë mund të bëni me 13 asamblesë? A mund të ndaloni shumë nga përpjekjet që mund të jenë tash? Tani, të shohim një qeverisje të re, tash me të ri konfigurim. Realisht, aq fuqi na ka dhënë qytetari i Prishtinës. Dhe me aq fuqi sa kemi, do ta japim maksimumin që të sinjalizojmë për të gjitha keqpërdorimet e mundshme, qoftë brenda asamblesë, qoftë organe tjera përgjegjëse për këtë çështje. Gjithashtu, kjo nuk na bën a priori kundër çdo vendimi që vjen nga zoti Rama dhe nga ekzekutivi, secili vendim që është në të mirë të Prishtinës dhe në të mirë qytetarëve, natyrisht që do ta gjejë përkrajën dhe mbështetjen e asamblezëve të lëvizjes vetëvendosje, ashtu siç ka ndodhur çdo herë.